E respektoj mendimin e mësuesës, padyshim që ajo i ka përvojat e veta personale, nëse asaj i pëlqen dhe mendon se është një kënaqësi e mirë që të shkohet me nxënësin ose me fëmijën të blejnë. Mendoj se ky argument mund të jetë relevant, mirë po ajo kënaqësia që përmendi mësuesja e nderuar definitivisht do të zhduket në momentin që ai do ta kuptoj se me 80 euro që ka marrë nuk do të mund t'i përballoj dhe nuk do të dalim për t'i blerë, por duhet shtuar edhe 30 ose 40 euro të tjera. Dhe kënaqësia ka më u zhduk në atë moment kur do ta kuptoj që në të kaluarën do thotë librat janë blerë në tërësi, kurse tash i bie që edhe një 50% ose 40% të fundit që duhet ta financoj vetë. Kurse sa i përket asaj se sa është kjo kënaqësi relevante, mendoj se prindrit e kanë atë mundësi dhe duhet ta bëjnë, pajtona që duhet të shkojnë me fëmijët, ta mbjellin kulturën e leximit dhe të shkojnë në librari të blejnë edhe libra jo domosdoshmërisht obligative, por të blejnë edhe libra që janë shtesë ose jashtë kurrikulare që fëmijët të mësohen, të lexojnë, të analizojnë. Mirë po, vështirë është për të më bindur mua se procesi shpërndarjes së mjeteve në këtë formë i përcjellur me shumë dyshime për korrupsion dhe keqpërdorime është më i mirë se sa në të kaluarën. Nuk them se në të kaluarën eventualisht nuk ka pasur, por problemi qëndron që fondet që i marrin prindrit nuk mjaftojnë për t'i mbuluar këto shpenzime.